Faleminderit për pyetjet. Për sa i përket problematikave, duhet të sqaroj edhe të pikën e parë. Kuptimi i drejtë i asaj është që pikët që kemi ngritur është që retorika politike nuk përbën vetvete në kërcënim. Është thjesht një retorikë politike. Dhe për të kuptuar se kur do të jetë shqetësuese, ne kemi ilustruar rastin se kur. Pra është shqetësuese nëse kjo retorikë do shënohet me një situatë të ndryshimeve ligjore që mund të shënojnë kompetencat apo pavarësinë e institucionit. Konstatoj që nuk ka në një situatë të tillë për momentin dhe është thjesht një argumentim për të kuptuar se kur një retorikë është problematike dhe kur nuk është. Po kështu kemi sjellë dhe në vëmendje faktin që retorika, edhe pse në një rast nuk është problematike në mënyrë direkte, por zgjon dhe mund të shërbejë si shkak për të rritur agresivitetin ndaj spakut nga krimi organizuar. Sepse krijohet perceptimi që ky institucion është tashmë i pambrojtur dhe sigurisht mund të lindi mendime të tjera nga personat e përfshirë në këtë fenomen.